Në asnjë rrugë dhe në asnjë mënyrë pastrimi i parave nuk ndihmon zhvillimin ekonomik. Pastrimi i parave ndihmon vetëm zhvillimin e organizatave kriminale, ku gjithçka varet nga bosi, ku vullneti i qytetarëve pasqyrohet vetëm në letër. Ekziston një përshtypje që na duhet me leju shpërlamin e parave për shkak se kena nevojë për zhvillim ekonomik. Në anën tjetër ekzistojnë disa njerëz të cilët sikur ju që po synoni me luftu. Pse mendoni që është e dëmshme për ekonominë? Asnjë ekonomi. Ne do të themi në retrospektiv të zhvillimit ekonomik dhe të marrim praktikat e shteteve më moderne, këtë rast të shteteve perëndimore. Në asnjë rrugë dhe në asnjë mënyrë pastrimi i parave nuk ndihmon zhvillimin ekonomik. Pastrimi i parave ndihmon vetëm zhvillimin e organizatave kriminale, të cilat organizata kriminale në një të ardhme do të na rrezikojnë sigurinë tonë nacionale, personale, të familjeve dhe fëmijëve tonë. Nëse ne jemi të përkushtuar të luftojmë pastrimin e parave, ne do të kemi një shoqëri të zhvilluar dhe fëmijët tonë do të jetojnë në një ambient të pakontaminuar. Kemi dëgjuar shumë arsyetime të tilla, kur thonë, po disa shtete janë zhvilluar duke marrë për bazë pastrimin e parave. Asnjë shtet nuk zhvillohet duke marrë për bazë pastrimin e parave. Këto shtete i avlejojnë organizatave kriminale që ta marrin drejtimin e shtetit, ku gjithçka varet nga bosi, ku vullneti i qytetarëve pasqyrohet vetëm në letër dhe jo në realitet. Në ato shtete ku pastrimi i parave e ka marrë hovin gjoja të zhvillimit ekonomik, aty kemi një organizatë kriminale në hije, e cila përcakton kush do të jetë polici, ushtari, doganieri apo edhe zyrtari shtetëror. Në asnjë formë Kosova nuk do të mund, apo vendi ynë nuk do të mund të zhvillohet me para që na vijnë nga rrugët e grupeve të ndryshme kriminale. Ato përkundrazi ndikojnë në ndaljen e zhvillimit ekonomik, krijojnë inflacion dhe krijojnë një çrregullim të rregullt ekonomik. E kuptojmë që na kemi një diasporë shumë të fuqishme, e cila ndihmon jashtëzakonisht në zhvillimin ekonomik të vendit, por ne kemi dhëna që i pasqyron Banka Qendrore e Kosovës, apo BÇK-ja, që miliarda euro vijnë nëpërmes rrugëve legale. Edhe investohen në ekonomi dhe për këtë ne jemi shumë në rregull dhe për këtë thjesht në zhvillimin ekonomik të vendit tonë, diaspora ka një hise apo një angazhim të jashtëzakonshëm. Ne po flasim për parë të cilat vijnë nga individ apo grupe kriminale, të cilat fitohen me rrugë të ndryshme të krimit, duke mos përjashtuar asnjë veprimtari penale, siç është kontrabandimi me narkotik, kontrabandimi me armë, mashtrimet apo falsifikimet të ndryshme që zhvillohen